Partia Socialiste kërkon që në procesin e rinumërimit të votave në qarkun e Tiranës të ndiqet praktika dhe rregullorja sa i takon fletëve të votimit, ku shenja plus apo X nuk është vendosur brenda kutisë, por shpreh qartësisht vullnetin e zgjedhësit. Këto raste janë cilësuar si të pavlefshme gjatë rinumërimit dhe kanë ndikuar në rezultatin elektoral. Përmes një shkrese zyrtare drejtuar Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, përfaqësuesja ligjore e Partisë Socialiste, Elena Gjina, argumenton se referuar vendimi të datës 25 prill të këtij viti të Komisionit Rregullator, në rastet kur shenja e zgjedhësit në fletën e votimit nuk ndodhet brenda kutisë që i korrespondon kandidatit përkatës së listës shumë emërore, por shenja është bërë në mënyrë të tillë që shpreh qartë vullnetin e zgjedhësve, atëherë fleta e votimit duhet të konsiderohet e vlefshme. Duke qenë se vlerësimi i fletëve të votimit me këtë shënim si të pavlefshme ndikon në numrin e votave të kandidatëve të listës preferenciale të subjektit zgjedhor Partia Socialiste, duke sjellë si pasojë ndryshimin e tyre në tabelën përmbledhëse, siç na ka rezultuar deri në këtë fazë. Kërkojmë nga ju respektimin e kuadrit normativ rregullator dhe të praktikës së zbatuar deri më tani, gjatë procesit të numërimit dhe vlerësimit të votave, thuhet në letrën që Partia Socialiste i ka dërguar Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve.